Trendi i ri, pakot e humbura tash edhe në Kosovë, por është ky mashtrimi i radhës në tregun tonë. Ky trend, i cili ka pushtuar rrjetet sociale, ku njerëzit e filmojnë veten duke i hapur pakot e humbura ose të pakthyer, imazhe ku njerëzit gjejnë gjithçka, nga pajisjet elektronike e deri te produktet kozmetike të shtrenjta, ka joshur edhe qytetarët tonë për t'i blerë këto kuti misterioze. Megjithatë, entuziazmi fillestar po zëvendësohet me një shpejtësi, me një valë zhgënjimi. Ndryshe nga pritshmëritë e krijuara nga videot virale, realiteti kosovar i këtij trendi po duket krejt ndryshe. Në rrjetet sociale, përfshirë vetë TikTokun dhe grupet në Facebook, kanë filluar të qarkullojnë ankesat e para nga blerësit e zhgënjyer. Sipas raportimeve të tyre, këto pako për të cilët ata paguan një shumë të caktuar, zakonisht 10 ose 20 euro pa e ditur për mbajtjen, por rezultojnë të jenë një dështim. Përdoruesit pohojnë se vlera e produkteve brenda pakos është shumë fish më e vogël se sa çmimi që ata kanë paguar. Shumica dërmuese e ankesave fokusohen në faktin se kutitë janë të mbushura me produkte të lira, shpesh të cilësisë së dobët, të cilat mund të gjenden lehtësisht në treg me çmime minimale, siç janë ato të dyqaneve gjithçka 1 euro. Në tregjet ndërkombëtare, ky trend lindi nga shitjet legale me mallra të pakthyera nga gjigantët si Amazona apo mallra të humbura nga shërbimet postare. Mirëpo në kontekstin vendor po dyshohet nëse këto vërtet janë pako të humbura apo është thjesht një strategji marketingu. Duket se disa biznese po përdorin etiketën tërheqëse pako misterioze ose pako e humbur, thjesht për të shitur stokun e vjetër ose produkte me kosto shumë të ulët, duke përfituar nga kurioziteti dhe shpresa e blerësve. Ndërsa ideja me pakot mbetet argëtuese, realiteti në Kosovë është një paralajmërim për konsumatorët. Se ajo që fillon si një trend në TikTok mund të përfundojë si shpenzim i kotë.